Ky operacion është rezultati i një hetimi të përbashkët, të gjatë dhe të koordinuar, të zhvilluar në kuadër të një skuadre përbashkëte hetimore. Vijim të hetimeve lidhur me këtë çështje janë caktuar në të dy autoritetet 15 masa sigurimi personale, 10 për të cilave janë caktuar nga gjykata e posaçme shkallës së parë në Tiranë. Është një element shumë i rëndësishëm i këtij rasti, jo vetëm goditja e aktivitetit të krimit organizuar, të trafikimit të drogës, por edhe goditja e produkteve dhe pasurive që kanë rrjedhur nga aktiviteti i trafikimit të lëndëve narkotike. Ku gjatë hetimeve paraprake janë sekuestruar në total rreth 1 milion euro para në gjendje kesh, nga gjykata e posaçme në Tiranë pas kërkesës së prokurorisë janë sekuestruar pasuri të tjera, shoqëri tregtare, automjete, llogari bankare, të cilat dyshohet se burohen nga aktivitetet kriminale. Ajo që unë dua të theksoj dhe të vënë në dukje sot është që ky rezultat dhe kjo skuadër nuk vjen si pasojë e një tereni bosh, por është vazhdimi i një historiku, vazhdimësie të disa skuadrave të tjera të mëparshme hetimore të zhvilluara midis prokurisë së Barit dhe prokurisë së posaçme me rezultate konkrete hetimore.